kombët. E ka marrë këtë e ka varë lopës brina na. Kjo e njajt, nash një ajet mere, nash këta shpoja një birë, në janë një zingjir varja lopës në qafnar, s'ka hesh ndryshim. Ma sallejta ala sejidina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، يقول تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Allahu Jalla Jalaluhu wa Jalla Shanuhu dëshmon vetë për ekzistimin e tij, dëshmojnë me lajket pashtu edhe djetarë. Hadisi I fundit që me te patëm pram për jetimet e tona ishte fjala e Hazreti Alijes karramallahu wajha: el ilmu khajrum min el mal. Dituria është më e dashur se pasuria. Ky është hadisi I fundit pra. Do të thotë më mirë me ditë se me pas. Edhe I banë më në fund hadisin deri në fund se Alia karramallahu wajha çish e ka bind shoqën e vet I cili kishte emrin Kamil se kjo është çka po të thonë me vërtet, tha el ilmu yahrusuka wal malu tahrusu. Dituria të ruën tije, mallin duhet me rujt ti. Çka I tha ma ndena? Tha el malu mahkum, el ilmu hakimun wal malu mahkumun alej. Tha dituria gjikatës, gjikim, a malli është I gjiku. Edhe më në fund e sosi tha el ilmu yazidu bin nafaka wal malu bin nafakati yanqus. Tha dituria me të dhanë me zgjaru me rritët, kurse pasuria me të dhanë me pakohë. Ati ku jemi nalë pram, do të vazhdojmë pak sonte me Hazreti Alijen karramallahu wajha, ki sahabi I madh, edhe djali I Axhës Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, prej dietarëve më të mëdhtë këtij dini, prej khulefave më të drejtë, khulefave të këtij islamit prej fillimit deri tash, njeriu I cili kanë pas shokët e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam respekt edhe dashuri të veçantë ndaj atij, trimi më I madh prej trimave, jo më I madh edhe usos, po trimi më I madh prej trimave luftarak prej ushtarëve të Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, guximtari më I madh në për mejdanët e luftës ku qerve njerëzve nuk ja mirë të menja bashlet, me dalë në ato sheshe ku shumë pak burra ndunjojnë ngrejnë gishtin edhe thojnë po, e për me ja vërtetu pra kur jam këtu për javë ceki, për ja vëri për tri, se ju e dini ndodhjen e luftës Hendekit, kur Amr ibn Ubdi kishte kalu me kalin e vetë mbrana Hendekit ka muslimanët. Hendeki ishte I madh, a ishte I gjon 9 kuti, a ishte I fel 6 kuti, mirë po këtë trim mushrik e kaloj me kalin e vetë, fluturoj mbi te edhe kaloj ka ona e muslimanve, a gje ku ish pejgamberi jonë I dashur edhe shokët e tij, edhe vikati me zat nalt, tha ashe vërtet se ju muslimant sot ku shumë mit mu e pi juve hin xhennet? Than ato me zonë se ishin afër, than po. Tha urdhoni pra, kush po do me hin xhennet? A ka qenë ki njeri trim? Këti trimnien ja ka pranu edhe pejgamberi jon, këti qafiri. Ja ka pranu trimnien 3 herë, jo 1 herë, 3 herë një namaz tjetrën. E thënë urdhënoni, kush është ai pi juve që mu e mprat sot e hin xhennet, hini pra. Kështu a mendon, kështu a më ne ban si cili këta? Jo, rall janë këto shumë. As një sahabi, as një shoq prej shokëve të Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam nuk e ka gjiku vetën që të thot unë po I dal ja Rasulullah. Nishte Alia 23 vjeçar në këtë kohë. Hala I njom për disa burrat pjekun që ishin aty mrena në tabor. Tha ana alaihi ja Rasulullah. I'dhan li
Tha jep ma lejen. Rasulullah ulu ja Ali. Ulu tha se ti se ketë qartë kush është ki. Tha nuk e ketë qartë kush është. Amr ibn Abdud, Amr ibn Abd, trimi Arabëve, i 10 milion Arabëve, shampioni më i madh luftarak. Tha dhen li ja Rasulullah. Tha ma jep lejen. Dihere për streti tha ja Rasulullah, ma jep lejen ti qohem unë këti. U qua i gjalliri e konsideron të shtalpt a i fa e qafiri edhe afru të kali ati në tokë 23 vjeqar pa përvoj me ndonë të aj tha oqën i cilit fes je tha jam pifisit Beni Hashim tha shkar ullën në radhat e burrave agje se po mdo koshiri në të qohet një api ative të pjekun e se po mëdhimë të gjakin e të njohëm ve unë nuk du me dherë. Tha, muë gjaku i jot as pak sa të mëdhim. Arsti Alia karramallahu wajha, tha ti e po të dhim ka gjaki jem, a muë gjaki jot nuk mëdhimet as pak. Tha, shdrip prej kalit. Nuk ka adet ti në kali unë toks, kjo shdrip poshtë. Shdrip me qef ki trimi malë, punë e madhe shumë, kanë thonë sahabët, në atë momentin e parë, kur i kanë prek shpatat së pariherë, kur gjos kemi pa qëtërsen, përveç se një pluhën i ngritur, mas disa momenteve kemi pa Amr ibn Abdin trupin me njën, edhe kryen me njën. Për nga meri jonë, edhe sahabët kejt kanë vikat me zonë Allahu Akbar, për shkak se kanë prit bash që ka që pastër. Që kena shashtë të Alia? Ka pas një sahabe, ka pas emnin Zeid, me këtë qafir ka pas kalu edhe një qëtër, se 5 kuvale kanë ka përcija e ndekin kejt, do të thoi për ulemove në kali kanë luftua ditë. Sot si jam të spjegu histori, po mbetat të kjo kër e kam për Alijen fjallën, i ka ra mushrikit Zeidin shpatël, nërmet qafës edhe shpatëlës, e ka da për gjims shalën e kalit edhe kalin pak. Ja ka plagu. I kanë thonë shokët masha Allah, ja Zeid, shumë shpatën e pas ke pas interesant. Tha sap s'flitet për shpatën. Tha kraj. Shpatat i kemi këtë njajt. Kraj. Edhe njerin, edhe shalën, edhe kalin pak. Me një tramë. Këto ishin ato burrat. Këto ishin ato shka Allah në Kurani Kerim ju tha rijal. Ju ka thonë burrat, drejt për drejti. Rijalun sadaku. Tha burrat të cilës kanë lujt për bese. Na jemi të tema e diturijës. Edhe Alia karramallahu wajha pram hadisin e fundit e patëm me te, edhe pak disa fjalë sonte. Ka thonë Asti Alia karramallahu wajha, el alimu afdalu min as-saimi al-qaimi al-mujahid. Hadis i të mërshme Asti Alias, fjalë të mërshme, fjalë shumë e bukur. 3 kategori njerëz i ka vanun këtë fjali mas njerit shka djetar. 3 burra, 3 generata, 3 grupe njerëz. Ka thonë, el alim, afdal min as-saim, al-qaim, al-mujahid. Ka thonë, djetarët janë të zoti më të dashur, se ato shkaninojnë. E ka fjallën për ato na file shkaninojnë, jashtë Ramazanin. Ato shkaninojnë na file, edhe grupi i parë, grupi i dit, ato që ka falin natën. Djetarët janë më të dashur të zoti, se ato shka falën natën. Wal mujahid, me rëndësi shumë, ma herli, janë se ato shka shkojnë luft fi se bilillah. Të do të zoti, janë më të dashur. Pse kështu a thu? Pse kështu? Ka arter të kjo, njonin luft me gratë pak ma jull. Qetrin kom gjithë natën me gratë pak ma jull. Njonin i nushëm gjithë ditën pak ma jull. Sa këto janë, ato shka i kanë eduku, këto 3 grupa, që ka me bo? Këto 3 grupa piktive burrave i kanë mësu këto obligime ka shtë mloja me vepru kështu. Wa idha matë l'alim, thalima thulmetun la jesudduhu illa khalafun minhu. A thonë, kur të vdes një alim me një popull, hapat një zbrasin e modhe në atë popull aqe modhe, sa që mo kur nuk zinjet me përveç se me njohë si aj. Nuk ka punë si majstorët. I shdek majstori një në shpi, një 30 qërë janë lajmrua për ma jep, apo në jep neve të punojmë.
Nuk janë si bujqit. Ka dek baba, i kalon 5 bujqit të shpia mas 6. Ka thonë ulemat, një prej ulemave avdiq, prej djetarve, së në zavendëson a i popullat hapsin që ka met me përveçse me një si haj. Edhe kër i ka foli të fjal, i ka bon formën e poezijës. Ashtë Alia karramallahu wajha, një 3-4 fjal ashtu, në formë poezijës shumë bukur. Ka thonë mal fakhru illa li ahli l'ilmi innahum ala l'huda liman istahda adillau. E thonë këtë botë edhe në botën qëtër, si të ketë dikush që meriton lavdrata, ta keni me dije se lavdrata ti meritojnë djetarët. Pse kështu? Li annehum ale l'huda liman istahda adillau, për shkak se ato njerës që kanë qef rrugën me gjetë, e gjojnë rrugën në përmetative. A gjenë fakultet kur shkon kimi me mësu, edhe ka njerëzis, po folim për ato njerëzit që ka s'kan shpirt, po folim për ato njerëzit që ka kanë shpirt. Shkon a gjenë fakultet edhe janis me i mësu ato formulat e kimijës gjënsisht, edhe zgjerohet në atë magistraturën, atë doktoraturën e asaj lande, si më s'ket shpirt, po folim për ata, po si s'ket shpirt, qka ban a gjenë fakultet, qka ban? Ingrejnë dur, do zot. Qatë mësusin a gjenë fillim, kër jam konë të banka par, më shiroj. Po a i mi ka vu bazat që unë në di ka të shumë këtu. Aha. Hazreti Alia, qike njeri që ka jemi të folë për këta, ka thonë, me në alleme një harfan, sa jere një abda. Kush më mëson një shkrojnë, më ka robni unë. Kështu Islami je për anësi mësusit, edhe djetarit, ati që mëson njerëz. Ka thonë, me në alleme një harfan, sa jere një abda. Kush më mëson një harf, një shkrojnë, më ka robnu. Do të thot, jam i gati gjithmonë me i shërbi. Jam gati, pse? Më ka mësu, më ka bot ditur. Qashtu duhet me vepru mjeku, qashtu duhet me vepru mësusi, qashtu duhet me vepru hoxha, qashtu duhet me vepru nëzansi. Kejt duhet me vepru ndaj djetarve pozitiv. Allahu Gjelle Gjelalu duke e lut, o Zot, këto njerës që përna mësojnë, këto formula, këto njerës që përna mësojnë inxinjeringun, këto ndërtimet mëdhoja, këto fabinoja, Allahu t'i bot i badet, me një ven i bot, Allahu Gjelle Gjelalu respekt, adhurohet, duhet pas kujdes për lutjet e Allahu Gjelle Gjelalu ndaj këtive personave që në mësojnë. Pra ka thonë, mal fakhru illa li ahli l'ilmi, innehum liman istahda adillau. Ka thonë, si të meritojë, dikush në këtë bot lavdrata, meriton lavdrata mësusi. Njeri djetar. Mësus nuk është në islam fjala mësus nuk e përfshin mësusin shka e mësim të shkolla. Në islam e përfshin fjala mësus çdo njeri që ka interesim prej diturijës dikuj me ilon mas. Që kja mësus? Tonën këto dikush a ma i madh, dikush ma i vogël, s'prish pun, kush sa është mundu. Wa qaddir kull mri'in ma kana yuhsinuhu. Vlerësoj çdo kan si pas veprave që ja mundu me i po. Wal jahilune li ahli l'ilmi a'da'u. Ka thonë Hazreti Alia, ta kishe me dije se shkenca si ta ketë pas dikan anmik. Shkenca si të ketë anmik dikan, ta dini se jahilin e ka anmik. Matma. Dituria, se na po e përdorim fjallën shkencë shumë pijumës angleze, që ka mi bo që ti kjo shkenca u përdor që është shumë, ajo shqipe ka dituri hala me amël bile se anglisht, po dituria si të ketë anmiq dikan ta kin ta dini, tha Hazreti Alia, se dituria anmik e ka jahilin. Për qatë imamin Shafia rahmetullahi alej ka thonë, idha aradta an taglibe aliman fa'ti lehu bi jahil. Si të duni një djetar me mujt, ati shka ti bani? Ju ka morë molli me mujt një djetar. Doni me morë një hoqë, në përkam një mësus, në përkama një djetar, në përkama, ati shka ti bani? Binja një jahil. Aje ban, penge ban. Pse? Ka thonë, di vetë në kanë mujt muë, di persona. Kush e kush të ka mujt ti e ka thonë, jahilun u alim, djetarët në kanë mujt edhe ato shka zdi. Ka thonë, shka u bon shti na s'po kuptojmë, shka u bon?
dietarët pan, ti dietar i madh, Shafia mo me emën. Dhe ti dietar i madh, dietarët pas kanë mujt. Tha ti xahilit pas ka mujt, e kush pa merr që s'ka mujt ti. Tha alimun bi ilmihi wa jahilun bi jahli. Tha dietarët kanë mujt me argumente, tha unë si të folet dikush me argumente më në herë shuj. Tha xahilat çka më u bë? Unë me argument, aja s'po e di çka është argument. Ai kur po t'jam shtellon një sen edhe po i ngul këmbë mas asaj, herceluje modh. Edhe këti kur s'po kam shka me bopi thom, e jo t'ja Abraham me ven, qish po thuti, qashtu ashtë, a i shkreti kejt qef. Ki, jo që ja ka pranu pëse po e qilon, po, e shka me bo? Shka me bo, e ka bo gjahilit bardhën të zez, kur pajtojt ki, veç kur ti thujsh, po, e zez, ka e zez, shka një shkreti kejt qef se në tati i medde. Alim djetari shkret qka u bo? Kur zonë, së më kanë mujt, kur së në më ka mujt me dije? Veç a i shka dim ka mujt me argumente, edhe ki që i s'po dim ka mujt me pa dije. Qka ti baj? Thonë, wa qaddir kulle mrim ma kana yuhsinuhu. Vlerësoje çdo njeri me atë shka ka me vepër, si pas veprës vlerëson e njerin. Thonë, wal jahilune li ahli l'ilmi adau, a djetarët, dituria, anë miqë, si të ketë dikan anë miqë, e ka të pa diturin edhe pa dituria. Ka vllav janë, zdin me vlerësu edhe u kri puna. Fa fuz bi ilmin ta ish bihi hajjan abada, wa nasu mauta wa ahlu l'ilmi ahya'u. Këtë fjali e kisha shkrujt me pas pasuni me ble lang të altonit. Uj, prej altonit, që ka ashe kisha shkrujt në dhimit gatona gje poshtë. Uja gje ku anis gatoni poshtë a gje, e një parole për mi gjate, e kisha shkrujt këtë fjallë e rastjalijës me uj taltonit për gjithmonë. Ka thonë, en nasu mauta wa ahlu l'ilmi ahya'u. Njerëzit janë të vdekur, e ato që ka miren me dituri janë gjallë. Njerëzit janë të vdekur. Vllazërit e librit janë gjallë. Njo prej poetve ka thonë, wa akhul ilmi hayyun khalidun. Poet se hekim prapë se thamë, një ditë. Wa akhul ilmi hayyun khalidun wa awsaluhu tahta at-turab ar-ramim. Vllau i jon i diturisë është i gjallë, edhe kur eshtrat ju ka shndruar dhe wa akhul jahli mayitun wa in kana yamshi ala at-turab, kurse vllau i jon i pa diturisë është i vdekur, edhe atëherë kur hes mbi tokë. Abu al-Aswad ad-Duali, ki ka qenë një njeri pak mas pejgamberit tonë 100 vet, ai që i ka nu bazat e gramatikës gjuhës arabe. Në realitet bazat i ka nu qëtër kush, po ka shkrujt për gramatik me laps i pari njeri. Ka thonë lej se shej unë e azzu min e ilëm. Një fjalit gatë, dhe ta sqarojmë pik për pike. Ka thonë s'kan këtë bot gjo me e dashër se dituria. El muluku hukam. Ki ka shku me një krasim kejt qëtër. Ka thonë mretnit në bot shka janë sundus. Ato i sundojnë popujt. Mretnit i sundojnë popujt. Që është farë krasimi? Ka thonë, wala ulemau hukamul muluk. Kurse djetarët i sundojnë mretnët. Ama krasim vlazni me mot me kanar të altonit. Krasim me mot me kanar të arit. Ka thonë, mreti, zare mretët kanë në gjahila. Këshure mos kujtoni, vlazni. Mos ta keni parasinsh gjithmonë se kush bot i para gje dhe mëne ara i ditur. Që shqit shuli këtë dënjo e ka u dheqë. Mere vesh, njo ka qenë në Persi moti, e ka udheq një 3 dekada Persien, s'ka dit me shkrujt. E ka pas jes dhe gjirë demni, s'ka dit me shkrujt, a kon analfabet, ama 3 dekada e ka udheq Persien mret. A do një me ditë se sa ka qenë gjahilit rasht, qikën e vetë e ka morë grue. Ka ornu 4 vetë që shtutën e ka gjegë me isbram. Që edhe ki e ka udheq Persien. A Persia kush ka qenë? Fuqi botnore dimi vetë. 20 shekuj me radhë, Persia ka qenë fuqi botnore. Mirë bol. Pra, si cëllë njeri shka të venën në krije, nuk ka dhe i ditur. Si cëllë njeri shka të anojnë plak katuni, nuk e ka kuptimin më nëherë se ka dit, ma shumë pikeve, mundet me qenë gjahili ma i trash në katon, po kejtë më varët prej gjumit edhe më varët prej trazimit njerëzve, edhe sa ato e morin zgjedhin ati njerit sinqert, që shish ndodh? Shkojnë hesnafi me fletë të shpia kejt
këtë gjonë nuk e konsiderojnë të madhe, hëtë mara se sa ajo punë për muë, këtë hesnofe edhe ato shka ka naftësit veçan të rrinë shpi, dalin ato me majica edhe me një kom dath një madh, e zgedhin a gjë dhe ngrejnë votat, e bojnë një kastravest lakum plak katuni, e qesin shesh, e tone autoriteti i katunit tënë, ashtë për jashtë a katunit i mvarën në qafën, e qati shka e kam zgedh. Qaq mo, sa ven a Iran për jashtë në me gjlise kur të fole, qaq ven ran katuni jo. Pra, mujtët me ardhën krija i ma i pa dituri, më revesh, 9.000 shkencor akademik, 9.000 akademik i ka Serbia, 9.000 akademik njerëz, gjallë shtijan, akademik, Milošević i po dhe heq, më revesh mo, Milošević i kreta, i smut, mund kuft kresa i smut. Në Bosnë ka 5-6.000 akademik, Karagjici. Në Maqedoni ka plot njerëz dishëm, Lupqa. 24 vetë, cull, me shku me jahunsh pantolët halaj ka dënët e lakta, e dini ju për shka? E dini pse i ka hala dënët e lakta? Nën krijetari shtetit, që për qirë që njere. Nën krijetari shtetit, me 24 culli. Në shtetet e bashkumet Amerikës par vetë ka ndru seft e ligji, ki muzati bardh ka arë krijetar me 43 vetë imër, ka pas ligj, pin 65 vetë e tërma. Prej kushteve mi pas 65 vetë e përpet, ti dush me kon i pekon për të maqin të asaj shpijet me 200 milion njerës, mararif. Ti dush me kon burri pjekon me udhesh për naton me fol, ku me bombardu e ku mos me bombardu, që shqit culli ati. Clintoni kësë po e din, me bombardu, Morgan Verden bi bombardiren in Bosnien. Nesër të bombardojmë në Bosnien. I për Morgan Verden vija niks bombardiren. Mas nesër nuk do të bombardojmë në Bosnien. Në seri kur ka dasht me provu popullin e Egjiptit sa e ka të meqëm, ka thonë, na do të qojmë forca ushtarake në Siri nesër. 30 milion në Kaire, kejti ka rret durët. Ka thonë, një shoqit vetë nga të një vezirit, ministrit ushtrijës. Ka thonë, këshire shfar populli kemi, këshire shka ju bajnë shti. Ka dole, ka thonë. Mas nesër nuk do të qojmë ushtri në Siri me luftu. Kejti ka në rret durët. E të veqel, shka me morë. Do të qojmë ushtri, kejt durët. Së të qojmë ushtri, kejt durët. Që si janë të ollë hesh dunjohën qështi. Që si fe njerëz janë të ollë hesh botën. Lupqa, me revesh më më shkole. Në krijetar Golubovski thonë lejse shej unë azzu min el ilm, s'ka gjonë dunjo, ka thonë Ebul Aswad e Duali, me dashur se dituria. El muluku hukka, ka thonë mret në qka janë, sundus, i sundojnë popullit. Kush i sundojnë mretët? El ulema, djetarët, ka thonë i sundojnë mretin. Pse a thu? A i mreti, a shilegjia i ma. Kejt gjemoti e din se ki kur po del me fol, ki po di shumë. A po folke, qa po folke? Nuk e din se a i notën, njonin për djetarve e ka therë në banasën e vetë me e konsultu. Këta se din gjemoti për jashta. E ka therë mreti djetarët mrena me i konsultu për një punë. Shtik jo në modern, ngun modern e ka kalu ndrishe, Clintoni me State Departmentet, me ato parlamentet, me ato mi parlament, a gje ku e diune, qështu po i thojnë, ama në vërtet, qka kjo në vërtet? Mreti i thirë djetarët me i pyt, qka me bo për këtë problem të madhë? Kush met shti mret pra? Kush po sëndon? A mreti a djetarët? Pra, djetarët gjithmon janë mret, ato e sëndojnë botën. Por Sulejman a.s. pram një fjalë mund fund dhe falem, son të pe e kompletojmë, për shkak se pram thirë e zoni, ka thonë Allahu Gjelle Gjelaluhu, a shkrujt në histori se Sulejmanit i kam thonë, ja Sulejman, 3 elemente, po t'i afroj zgjedhe njërë. 3 të mira, të 3 të mira, zgjedhe. Ka thonë, el hikma, o el ilma, o el ma. Zgjedhe njërën piktive. Ka thonë, a urtësien po e dënë, a diturien po e dënë, a pasunien. Sotën të kishe qef njërën piktive. Fakhtar al ilm. Ka thonë, o zot, diturien po e du.
A urtësin po e don njëri urtjeshe, i urt, jo me thoni urt çka s'ngucet me kuptimin ton, po urtësi këtu të na ka çetër se në kuptimin do njëherë do ta shpjegojmë inshallah. A urtësin po e don, a diturien a pasurinë? Tha Zot i dashur, më jep diturinë. Tha Allahu xhalla xjalaluhu i kam dhënë dituri. Tani nëpërmjet diturie se ka fitu edhe urtësin edhe pasurinë. Edhe njërin edhe tjetrën me dituri moton e kejt vin tanena. Çka ka dit? Allahu në Kurani Kerim tha allamnahu mantiqa at-tayri. Wa allamnahu mantiqa at-tayri. Unë tha ja kam mësu këti logjikën e shpenzve. Ja kam mësu logjikën e gjallësave shka s'jan insan. S'ka makhluk Zotit xhalla xhelalu shka s'ja ka dit gjuhën. Po qashto si t'lip është dituri. Allahu xhalla xhelalu t'jap shumë. Edhe ti nxan si shkollës shka shkon të shkollat e të veçaren katon. Kishe kujdes si t'ishe në gjami të ngu dërth. Mos ju mshtet vetëm mësimit tanë për mensh, po edhe do pun qera dush me i bo. Kur ti bajsh detira qka ti ka dhonë mësusi, para se t'ja nisësh me i bo ato, thuj o Zot, më shto diturien Londën, time që e kam. Kur ti bajsh detirat e matematikës, thu o Zot, në këtë Londë më shto diturien dhe më hap zihnin tem, më rritë dhe më zgjaro memorien teme, që këtë Londë ta kuptoj më mirë. Qashtu edhe Londët qera, do të bosh një nxans shumë i freskët, do të mësojsh shumë gjona shka kishe me i mësu ma me vështërsirat mloja, si mës t'i lutësh Allahu xhalla xhelaluhu. Ti medicinës a gje kur qkojsh me bo njeri në operacion, kur ta shtrinshat smutin, me i spari duesh me ditë se edhe ti para dikuj mujtësh me ushtrin si aj. Pra, a je musliman, po, mës shko së kur hajvanin, doktor e hajvanve kur e pre, po shko të shpia jote, merë abdes, mjek musliman, merë abdes, thuj pacientit tanë të more abdes, e shtrije në shtratin e nderit. A janë shtratin nderit? Shtrije në shtratin e nderit. Merë e briskin, thuj Bismillahirrahmanirrahim. O Zot, me mëshiran tënde që më dhe këtë diturit madhe që kam kështu, me në emnin tanë këtë operacion për e filloj, një mom, o Zot, që pacientin im mas këti operacioni shumë kalon mirë edhe shumë shpejt shkon në familjen e vetë. Ki operacioni ka me kalu shumë ma let e ma mirë se qish po kalojnë disa operacione, na qish po indigjojme edhe shpo ledzojme se shka po ndodh anemon. Vazhdon për hoxën, vazhdon për mësusin, vazhdon për çdo mësim dhanës në botë. O Zot, më shto diturien. Wa kur Rabbi zidni ilma. Në Universitetin e Damaskut, te dera kur të hesh, ajo fa kapije, s'po di, ajo porte madhe, atë fa muri që e ka të rrathum kështu gjimës muri nalt, e kanë shkrujt këta jetë. Ati janë kejt Londët mësohë, si universiteti mo, thot, wa kur Rabbi zidni ilma, Zot më shto diturien. Do të thot, kur të hesh në këtë derë këto, o nxanës, o student thuj, Zot më shto diturien, se këtu s'ke ardhë me blujt, këtu ke ardhë me mësu, pra lute Allah. Ka një ajet në Kurani Kerim, Allahu ka thonë, wattakullah, wa yuallimukumullah. Frigon ju Allahu ju shka u mirë me dituri, ju mësoj gjana shka si dini. Frigon ju Allahu xhalla xhelaluhu, ta keni diturien në emanet, ju mësoj gjana shka nuk i dini. Ka pas një sahabi, disa prothojnë, akon tabi'i, Ibn al-Mubarak, radiallahu ta'ala anhu, e kanë pyet, kanë thonë, menin nas, pyetje, ka thonë, po të pyesim, o djetari ma, kush janë njerëz? Me na spjegu kush janë njerëz? A përgjith shumë shkurt. Ka thonë, al-ulama, ka thonë djetarët, ato që ka mirën me shkencë, janë njerëz. Kile themen il muluk, e kush janë mretnit pra? Kale zuhad, ato që ka kjo bot nuk i tralton sa i përket botës qëtër. Qëto janë mret? Kush e sundon këtë bot? Tha këtë bot e sundojnë ato njerës të cilët kjo bot nuk javë ka harru qëtërën. Themen il sefele, në pyqje, po edhe na po e përcillim si ato që ka kanë përcill. Tha, e të poshtrit kush janë pra? Kush janë ato më të doptit kësaj bote? Tha, alladhina ya'kuluna ad-dunya bid-din. Tha qito, tha, wa man is-safala,
Tha, kush janë më të poshtrit pra të njerëzit së taj bote? Tha, që ato shka e hanë dunjon me fe. Tha, që to janë më të poshtrit? Që ato shka e hanë këtë dunjon me din, me fe e hanë këtë dunjon, tha, që ato janë më të poshtrit? Tha, jab në Mubarak. Tha, o zotria jo, nëse kemi të qarë që këtë fundit, me hangër dunjon me din, këta kjo, se kemi të qarë këtë fundit. Ja u spjegojmë, tha. Na ja u spjegojmë. Njoni, prej njerëzve, apo hoqë. O Gjafërni, baba jeme ka shlu mekrë, apo ja ban aminin. Po qishja, ja bojmë aminin, qishja. Shka ki me veti, shka të ka dhonë baba jotë me më prute kënena? Po, mi ka dhonë që të 10 miliard. 10 miliard? Të advokatit sa po jepa gje. Të advokati, kur gjonë be a gjenë 100 miliard, 200? A qko dhe mu be 100 miliard, tëne ta bajdoane me kërës babës. Kini gjetë mu hosh që ashtu salë. Një hatë me kushton që kaq, një hajmali kushton që kaq, një efrime kushton që kaq. Këto shka janë këto? Rasulullah s.a.s. ka thonë, qablet dëgjali dëgjale. Para dëgjallit malë janë të vogli. Qështu ka thonë, shkru në dikon. Më unë veç për ju proces juve se jo që e ka njetë dikush me shkrujt dishka. Dëgjali dëgjale. Para dëgjallit malë janë tha do të vogli. Po shka bojnë ato të voglit? E hanë dunjon në mund fejas, në mund dinit e hanë dunjon. E a shkruj njonin e hajmali, njonin ju ka smu lopa, ja ka shkrujt Allahu lan varë janë brina, që të veqeli njare. Allahu lan ja ka shkrujt me letër me avar lopës mbrina, me ushnosh lopa. O Allah jam i dashur, ki kitab kjo kushtetut e Allahu gjelle gjelalu, për kejt kohat edhe për kejt vendet edhe për kejt kombët në botë ka zbrit. A e vërtet ajo? O ma arselnaka illa rahmeten lil alamin. Kam qupe nga meri kejt popujve, i kejt kohave. O ma arselnaka illa kafeten lil nas. Kam qupe nga meri për kejt kombët. E ka mërë këtë kitab, e ka varë lopës brina na. Kjo e njajt, nash një ajet mere, nash këta shpoja një birë, nëja një zingjir varja lopës në qaf nar, ajo s'ka hesh ndryshim, as një ka qore. Kime, hajmalia paguat ajo? Paguat. E kish ka po i ban këti di, qish pe haki këtë dunjo kështu? Po e hanë këtë dunjo me din, ne më në fes po e ha dunjon. Me fjallë më hala ma thjeshta, e ka bo fe në duqan. Feja, islami sa shpro davnic, islami sa vetë shërbim, islami ashtë regull, islami a kushtetut, islami a shëriat, hajdutit ka thonë me apre dorën, kushtetut e Allahu gjëlle gjëlelu legjë, ka thonë, sariku vë sarikatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasabana kalem min Allah. Ka thonë, hajnit edhe hajnës si të vedhin dorën e gjatë urdhnoni me apre. Ligj. E që ta shkia ka shkrujt hajmali lopës, po i thot a gje lopës në arë, hajdutit duhet me apre dorën,
thuti se lopti ka ngarku Allah, ai duhet me aparator. Unë dikon. Më unë veç për ju proces juve se jo që e ka një dikush me shkrujt diçka. Qablet dëgjali dëgjale. Para dëgjallit madh, janë tha do të vogli. Po shka bojnë ato të voglit? E hanë dunjon në mund të fejas. Në mund dinit e hanë dunjon. E a shkruj njonin e a i mali njonin, ju ka smu lopa, ja ka shkrujt Allahu lan varë janë brina. Që të veqeli njare. Allahu lan ja ka shkrujt me letër me avar lopës mbrina. Me ushnosh lopa. O Allah jam i dashur. Ki kitab kjo kushtetut e Allahu gjelle gjelalu për kejt kohat edhe për kejt vendet edhe për kejt kombët në botë ka zbrit. A e vërtet ajo? O ma arselnake illa rahmeten lil alamin. Kam qupe nga meri kejt popujve, i kejt kohave. O ma arselnake illa kafeten lil nas. Kam qupe nga meri për kejt kombët. E ka morë këtë kitab, e ka varë lopës brina na. Kjo e njajt, nash një ajet mere, nash këta shpoja një birë, në janë një zingjirë varja lopës në qafnar, s'ka hesh ndryshim, as një ka qore. Kime, a i malia pagut ajo? Pagut. E kish, ka po i banë këti di, qish pe haki këtë dunjo kështu? Po e hanë këtë dunjo me din, në më në fes po e ha dunjon. Me fjallë më hala ma thjeshta, e ka bo fe në duqan. Feja, islami sa është prodavnis, islami sa vetë shërbim, islami është regull, islami është kushtetut, islami është shëriat, hajdutit ka thonë me apret dorën, kushtetut e Allahu gjëlle gjëlelu ligjë, ka thonë, sariku e sarikatu faqtahu ejdiyahuma, jazaa'an bima kasabana kalem min Allah. Ka thonë, hajnit edhe hajnës, si të vedhin dorën e gjathë, urdhënoni me apret. Ligjë, e që ta shkia ka shkrujt hajmali lopës, për i thot a gje lopës në arë, hajdutit duhet me apret dorën, thuti se lopti ka ngarku Allah, hajdutit me apret dorën. Ka thonë, zani u zanijetu u zani, fëgjlidu kulle wahidin min huma mja të gjelda. Beqarhone, kur të bojnë zinat, moshkullit edhe femnës, të dit, ka 100 shkopi. I martum si tjeda rëgjmu ila l'maut, me gur terit vdese, ligje Allahu gjelle gjelalu, lopëve pja spjegon në arë këta. Njoni ja ka shkrujt Allahu la, njonit me letër, na e ka pru neve me a ledzu. Shka ka shkrujt be hoq ki këto? Po a ledzojmë, bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum, la të khudhuhu sinatun wa la naum të rinfun. Më në fun e ka shkrujt bismik Allahumma l'a'dhamu, po të lutemi o Zot për hirt emnit tanë më të modhit cëllin ta kishe ti me shëru këtë smut, i ka thonë duhet me nejt kjo 3 javë në ple. Që kjo e mushtelën, duhet me nejt 3 javë e shtime në ple. Që më atër në s'kam shka më ju spjegu që të sen. Unë s'di shka më ju spjegu që të sen. Ka thonë Ibn el-Mubarak, kush janë të poshtër kur e kanë vetë? Ma të poshtërit kush janë? Tha që ato shka e hanë dënjohën me din. E hanë dënjohën me fe. Ka thonë, kjo për mu shnosha i juvit e shpia, 3 javë kjo du të me nejnë ple. A dini pika kjo letër? A dini pika ka arë kjo letër? Kjo letër ka arë për komunës Gostivarit të na. Në komunë Gostivarit apo nuk jo punë. Ka thonë, dush me e majtë në ple, një kohë, sa e ka caktuaj, i smuti bu bajke ma mirë. Allah, 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 Allahu gjelle gjelaluhu vë gjelle shënu. Këtë kitab ndershëm, këtë kitab të marë, këtë kitab i cili meriton manalë se këtë librat me uvu në dhomë, përmi këta mo liber qëtër në dhomë nuk nohet, sa hertë ledzohet ma isbrami limot për ftire, edhe regulli islam thot kur ta lish ma isbrami, duhet me e pudhë. Ashtu a regulli, kur të bahat në rrugë, bahat në dorën e gjatë. As njëherë s'gudzon mu bajsh si qërat libra poshtë. Kur të bahat në rrugë në zonësat, i edukojmë na qështu me bajt. E ka venin që kanal. Në ple, ndash mu shnosh. الإنسان ليس إنسانا بقوته لأن الجمل أقوى منه. A thonë njeriu nuk është njeri për fuqit e ti që i ka.
për shkak se devja është më i fortë se ai. Devja është më e fortë se ai. Wala bi'idhamihi li'anna al-fila 'idhamahu akbaru minhu, a'zamu minhu. As pse eshnat e tij janë të fuqishëm edhe të mëdha për shkak se elefanti i ka edhe më të mëdha. Wala bi shaja'atihi fa inna as-sub'a a'zamu minhu. As për forci, as për forcatin, as për fuqinë që ka për shkak se leoni është edhe më i fortë se ai. Wala bi aklihi. As për ngrënien që han në sofrën e vet për shkak se ka thonë athawru awsa'u batnan minhu. Biku e ka barkun më të madh se njeriu. A thonë wala bi jima'ihi li anna al-'asafira fi hadha al-majal aqwa wa awsa'. A thonë asme epshin që kryin ajnë këthimin e vetë familjar intim, asme te nuk je njeri për shkak se Allahu Gjelle Gjelalu ka kriju shpez që knaqësit e ati momenti janë me miliona herë më të mdoja se tuat, asme këtër si je njeri. Po me qka je njeri pra? Je njeri, ka thonë, belli ma jakhlu ku fihi min ilm, vetëm me diturien që ke, vetëm me ate dalosh për i krijesave qera. Men utje l-Kur'ana fara anna ahadan utje ahsen minhu faqad haqqara ma unzila ala Muhammad. Kujne ju ka dhonë dituria e Kurani Kerimit, sunnetit Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, edhe shkencat e vërtetume, shkencat eksakte të vërtetume, ku ju kanë dhonë ato edhe mendon se dikuj qëtër ku ju ka dhonë ma shumë, ai njeri me të vërtete ka nënçmu atë që Muhammedit alayhi salatu wasalam i ka zbrit. Fjalia e fundit e dersit sontit, Fath al-Mawsili, e kanë vetë një dietar prej një qytetit Mosul, në Irak është ky qytet, ka shpërgjigj për një pyetje që e pyetën, tha: "Alaysa al-maridu idha muni'a at-ta'ama wash-sharaba yamut?" Tha, sa është e vërtet se smutit, si t'i nalet ushqimi edhe pija për një kohë shkurt vdes? Than po, Maulana, është e vërtet. Smutit si t'ja nalësh ushqimin një kohë dhe ujin, vdes. Tha, qështu burra dhe zemrës tonë dhe t'juvës, si t'ja nalësh 3 ditë diturien, vdes. Qashtu pre përsrit me dhe njëherë, pra tha mu kështu, zemrës tonë, si t'ja nalësh diturien 3 ditë, tha edhe ajo zemrë mo vdes. Pra kur stash Ramazan, ne kanë shmi si pas këti djetarit madhë në gjendjet keqe, kanë shmi në situatë keqe. Pse po thojmë jemi në situatë keqe? Pse e gjumoj atër në gjumoj në qeter nuk i ka 3 dit, po ka ma shumë. Dhe të thot, ne kanë shmi gjallë ditën e gjumoj, shtunën e o dilën, pitë honën, të martën e o trejtë, të mërkurën e o tretër, kanë shmi në rëzik. Zati për atë shkak mes javës të muslimanët ndodhin shumë gjona, ashtë registru se ndodhin shumë gjona, e qka jo mërmenja për njeri cili është Bajramgji për shembull. Shka jo menja për Bajramgjit? Vesh ditën e Bajramit. Edhe ditën e Bajramit kur? Se Bajramgji nuk i thojnë ati shka ven sabajnë me fal, po ati shka ven ditën e Bajramit, Bajramin me fal. Aj me posuqi, e dini ju. Njo, aj me posuqi, aj. E di pite shpia se unë e mo pos e po në sukak, jam barab ta marë posuqin me veti. Sa ka mësu që ki njeri, a thu, sa din ki njeri prej këti dini. Ditën e Bajramit vend xhami me posuqi për në sukak mu fal. As ka vdek zemra e këtia. Ha? E qito janë ato, shka e mujnë Imam Shafi'i. Qito shka nuk takohen me dietar, nuk takohen me dituri, nuk dojnë me pas librarit vogël të shpija atë libranien, atë minimale me disa libra për literatur me ushqi pak, këto e Shafi'in e mujnë. Ka thonë, ma galebeni irla rajulan. Ka thonë, di vetë kanë mujtë muë. Kush e kush? Ka thonë, një dietar me dije, edhe njërë që s'po di me pa dije. Këto po më vinë hakësh. Këdhalika l-kalbu idha munja anhu el-ilmu 3 ejam jemut, tha kështu edhe zemra e besimtarit 3 dit, si mës të shqehet me dituri, vdes. Allahu Gjelle Gjelaluhu wa Gjelle Shanu, në e bof mundun që ne, të kemi në gjamien tonë, në për veti ma i spari du të mu luta në për qertë, kemi në gjamien tonë njerës, shka në shërbejnë ma shumë se njëherë njaftë. Do të thotë, insha Allah punsojmë gjamien tonë edhe 4-5,
A 10 hoxhallar qerë të cilët çdo ditë dikush prej ative flet, edhe shkencëtarët qerë inshallah në lamit e qerat kësaj bote eksakte e marrin fjalën këtë kursit xhamisë edhe i shërbejnë këtij populli me lamit qera, të cilët pa të cilët kjo botë s'mund ndërtohet, kështu që të bëhet një xhamat i fuqishëm, të bëhet një xhamat i gjithanshëm. Allahu xhalla xhelalu i lutmi ditën e sotit kabul me na i bë. Allahu xhalla xhelalu çdo smuç që ka në shtrat inshallah shëron për hir të këtij muaji të madh. Çdo njeri që janë në burg, Allahu xhalla xhelalu prej burgit inshallah lishon sonte. Allahu xhalla xhelalu kush janë spitalin e kush janë krevetën e spitalit inshallah ja ban të mundën sonte me lishu spitalit. Allahu xhalla xhelaluhu wa xhalla shanu çdo nane e cila ka vujtje sonte, Allahu xhalla xhelaluhu vujtjet e nanës inshallah ja largon. Kush ka borxhe, Allahu xhalla xhelaluhu i nimon inshallah borxhet me ila. Kush ka derte, Allahu xhalla xhelaluhu për hir të muajit Ramazanit, dertët edhe gajlet prej zemrës atij i hek. Shqetësimet Allahu xhalla xhelaluhu prej çdo shpirti që ka i shqetësuar mi largon, e kthen qetësi. Allahu xhalla xhelaluhu i moft muslimanëve në Bosnë ya rabbel alamin. Allahu ju i moft muslimanëve inshallah në Palestinë. Zoti ju i moft muslimanëve në Kishmir, në Afganistan, edhe ju i moft muslimanëve në Algjir, ju i moft muslimanëve në Nigeri, në Somali, në Afrikën Jugore, mos të njejmë këtë në Uzbekistan, Tajikistan, në Azerbejxhan, anemon ka janë muslimanëve. Allahu inshallah në kraju del ya rabbel alamin. Edhe neve Allahu xhalla xhelalu ka jemi që to shka folim këtë gu, edhe neve Allahu xhalla xhelalu në bregdetin tol ku jemi nis me dal, edhe neve kollajna i boft inshallah. Ramazanin kabul kejve lillahi al-Fatiha. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر.
الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله